shërbimeve kryesore në raport me shërbimet publike, sepse her pas here ata pretendojnë të ngrenë zërin për më shumë shërbime. Anë tjetër, më pas përfundimit të fjalimeve, vijon gjithashtu marshimi në disa prej rrugëve kryesore të kryeqytetit. Në fakt, strategjia e marshimit ka pasur vijshmëri të ndryshme nga dita në ditë, së fundmi duke u orientuar edhe përmes një hartëzimi të krijuar nga vetë protestuesit, teksa qarku përreth institucioneve kryesore dhe kryeministërisë në ambientet përpara kryeministrisë ka shënuar edhe fundin e protestës nga dita në ditë. Thirrjet janë aty, pankartat janë aty duke ndryshuar vetëm disa prej elementeve, teksa në tërësi vijojnë të qëndrojnë në të njëjtën formë dhe me të njëjtat banderola të mbajtura dhe të ngritura aty. Shqipëria e re është një në fakt prej thirrjeve të cilat ata i përsërisin dhe që tani më duket sikur është kthyer në fakt edhe në një thirrje emblematike të kësaj proteste, e cila në thelb vijon të thrasë dhe kërkoi dorëheqjen e qeverisë. Kanë qenë të ndryshme dhe të shumta reagime, të cilat gjithashtu kanë ardhur nga ana e kryeministrit. Kujtojmë se ditën e sotme ai gjithashtu ka zhvilluar një mbledhje me drejtuesit politik të Partisë Socialiste, madje edhe me ministrat, duke e fokusuar diskutimin pikërisht tek protesta qytetare apo edhe tek nevoja për më shumë angazhim të deputetëve pranë qytetarëve. Ndërkohë nga ana tjetër ka vijuar edhe replikat online me disa prej protestuesve, me një pjesë të tyre të cilët në më shumë se sa një rast gjithashtu janë përgjigjur. Ndër të tjera protestuesit duket se në një farë mënyre kanë formalizuar edhe një pjesë të kërkesave të tyre, duke i ndarë ato në 5 pika, ku së pari kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama